Atëherë mirëmëngjesit gjithëve, besoj gjithë e keni parë, këtë foto është bërë virale në për rrjetet sociale, ku bëhet fjalë për një zarfëzi që ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ja ku e keni këtu, të mbështetur te kanoçet e Lori Kafes. Tani unë nuk e di se për kë, konkretisht për cilin nga banorët është futur zarfizi, por di për mbajtjen nga informacionet që kam unë, tani ta shohim sonte ndarë, por gjithsesi përmbajtja është pak a shumë kjo. Pas një debati që kanë patur disa nga 2-3-4 banorë mbrëm, një debat tepër të ashpër, pjesa tjetër ka qenë pothuajse inaktiv dhe vllai i madh ka vendosur që për këta që janë inaktiv të fusë një zarf të zi në të cilin shkruhet: për gjithë ata që janë inaktiv dhe s'kan energji në shtëpinë e Big Brotherit, futini nga një kështu Lori Kafe macchiato ose cappuccino dhe e keni fiks. do ju zgjohet nervi për të debatuar, që të paktën ta kapni finalen me nder, jo kështu, jo duke ndenjur kot. Kjo kam përshtypjen është përmbajtja e zarfit zi për sonte. Megjithatë, do e shohim sonte në Prime. Hajde, ciao.